Shikues të News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Rajoni i Ballkanit do të paraqitet me vranësira të shpeshta dhe rreshtje shiu e dëbore. Situata e ngjashme parashikohet edhe në ishujt britanik dhe pjesën e Europës jugperëndimore, ndërkohë gadishulli skandinav, rajoni Balltiku dhe pjesa më e madhe e Europës qendrore do të jenë në ndikimin e motit më të qëndrueshëm. Ne jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, masa ajrore të paqëndrueshme do të vijojnë ndikimin e tyre në territorin shqiptar. Gjatë pasdites pritet përmirësim i përkohshëm i kushteve atmosferike, ndërsa natën vonë rikthehen vranësirat dhe rreshtet afatshkutra. Temperaturat do të luhaten nga -2 deri në 14 gradë Celsius. Era fryn nga juglindja me një shpejtësi 60 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 3 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Europa jugperëndimore do të mbetet në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme, ndërsa pjesa e Europës lindore dhe gadishulli skandinav do të paraqiten me mot të qëndrueshëm, por me vranësira dominuese, ndërsa pjesa e Europës qendrore do të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Ne jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, paraditja do të karakterizohet nga rreshje të pakta shiu, më të theksuara këto në veri perëndim të territorit shqiptar. Pasditja sjell përmirësim të përkohshëm të motit me kthjellime më të dukshme këto në zonat lindore të territorit shqiptar. Temperatura do të luhaten nga 0 deri në 15 gradë Celsius. Era fryn nga juglindja me një shpejtësi 55 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 2 deri në 3 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.